që prokurori mund të jetë në mendim krejt tjetër, sepse ai ka pasur çështje në dorë, apo avokati baze, gjithashtu në përgjithësi edhe dy kolegët e mi gazetar, mund të kenë mendime që ndoshta stabiliteti, pra qëndrueshmëria është e rëndësishme. Mirë po, kur tjetri bie nga kali është shumë i vështirë ti vësh shkelmin. Nëse do të tregosh fuqinë dhe autoritetin që t'jep ligji, gjithmonë brenda ligjit, bëj një veprim të fortë, trego dhëmbët dhe padyshim që do ta kesh edhe mbështetjen e ndërkombëtarëve. E nëse ecim kështu procedurë të pyesim, të presim stabilitetin, na duhet ajo, unë besoj se do të jetë humbje kohe. Unë jam shumë i sigurt që cili do prej të 4 kandidatëve, pra edhe fituesi, pra drejtuesi i ri, kanë edhe guxim edhe në mënyrë absolute përgatitje të plot. Problemi është a do të ishin ata apo ky që u zgjodh aq i fortë sa të lërmënjan konjunkturat, dhe kjo nuk është çështje frike, është çështje, hajde po i them maturie, pra do të vendos në kandar, do të vendos në peshore maturin përkundrejt autoritetit që ka spaku, apo do të zgjedh maturin për të ecur me kujdes, apo do duhet tregoj dhëmbë të fortë. Unë jam për këtë të dytën. Sepse vetëm kështu, jo vetëm thjesht për besimin e publikut, sepse ky besim i publikut është aq i nëpërkëmbur sa trupat e vettingut, u bën njerëz që kishin lidhje aty këtu edhe me rrjete kriminal. Kemi pas edhe antar të trupave të larta që kishin dyshime për të si dhe prokuror apo gjyqtar. Pra nuk është, apo kemi pasur kontroll të plot 100% nga politika. Nuk besoj se ka dikush, unë jam gazetar, pra nuk pavarësisht punëve që kam pasur, qoftë prokuroritë, qoftë Ministrisë së Drejtësisë, mua nuk më bën të hesht për të mos thënë të vërtetën që kushurinj, farefis, një përmbesat, partisë në pushtet, kjo nuk e përjashton që mund të ndodhë edhe me palën tjetër që sot është një pozitë, janë zgjedhur në trupat e vettingut, janë zgjedhur edhe në KLP apo në KLG. Nëse politika nuk e i dorë dhe ta lërë tërësisht vetëm me përcaktimin e kritereve, trupave të prokurorëve dhe gjyqtarëve për të zgjedhur njëri tjetrin, unë besoj se për fat keq do anojmë nga ajo që quhet maturi. Pra do të ketë jo mungesë guximi, po maturi për të mos shkelur këtë apo atë. Tjetër. Po. Nëse kemi një apo dy çështje që mund të cënohen nëpërmjet procedurës, unë nuk e di, ndoshta prokurori të na sqarojë ç'rol ka BKH-ja. Pra e ka autoritetin ligjor, sa dëgjova edhe i zgjedhur i Braho, e kishte vënë një theks. Nuk po i them për ndërtuar një policin vetë, por për pasur një autoritet më të madh nëpërmjet strukturave të vetë të SPAK-ut. Pra ka BKH-ja autoritetin ligjor që të shkojë kur të dojë, natyrisht me vendim gjykate, mbi bazë të provave. Pra që do të jenë pak kundërshtueshme përderisa gjyqtarët do të japin një mandat që të veprojë, të kontrollojë në shtëpi. Keni në rast që ti kenë shkuar dikujt në shtëpi në mes natës apo në mes ditës ti kenë kontrolluar çfarë ka apo për rrjetet kriminal. Nëse kjo ndodh, unë siguroj që nuk do të kemi kriteret përcaktuara si një rast kur ish ministri Damian Gjiknuri përcaktoi kriteret për drejtorin e aviacionit civil dhe ato kritere përputheshin vetëm me djalin e ish deputetit pilokeri Kristen Kerry. Pra, a do të kemi njëri që kishte marrë një shkollë aviacioni normal, duke paragjykoj punën që bën. Po kriteret nuk mund të përcaktohen siç i do një ministër. Pra, po, për ta mbyllur zoti Drenika, po. Nëse do të tregohesh i fortë, biri kokës. Kjo autoritetin ligjor dhe më mirë do shton në gjykat, po ti bën hapin tënd. Qartë, në fakt ne nisëm këtë diskutim duke folur pak edhe për vijat e kuqe, ndoshta do kemi mundësi që t'japim përgjigje dhe pyetjeve që ju shtruat në këtë bisedë. Faleminderit shumë edhe një herë për bisedën dhe kontributin tuaj.